të ndruar Vëllezër, të referohemi referencës tonë, fjalës së Allahut te barekuhu teala, të referohemi Kuranit, të Sunetit të pejgamberit alayhis salam se qysh e koncepton dhe qysh e prezanton shpallja fitoren, kur konsiderohet se ke fitu. Andaj, nga perspektiva e shpalljes, fitoria ka një kuptim shpeshherë këtë ndryshe nga ajo që konceptohet dhe perceptohet në jetën e përditshme. Për shembull të ndrozën, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam se ditën e gjykimit pejgamberët kanë me ardhur me pasues të tyre. Normalisht pasuesit janë treguar si fitues, se ti ke kur sukses në misionin tënd. E ka marrë pejgamberët, thot pejgamberi son edhe askush me të është. Kurkush, veç vetë vjen. Këtija i thuhet humbës a fitues. Me standarde kësaj bote humbës. S'ke mujt me bindë kërkon marrë mas teje, një bile, mirë po me standardet e shpalljes, me kriteret e shpalljes, kjo është fitues. A fitoria nuk varet shpesh herë nga numri i pasuesve, nga numri i prezentuesve, nga numri i shifrave që lëvizin e pasurinë tënde, nga niveli i autoritetit apo pozitës, nuk varet nga kjo fitoria. Fitoria varet këtë nga diçka tjetër. Prandaj është më rëndësishme që ne ta kuptojmë se a jemi duke fituar apo jemi duke humbur. Dhe kur jemi duke fituar, që ta shtojmë potencialin edhe më tepër drejt fitores, edhe në qoftë e hetojmë që jemi duke humbur, të tërhiqemi nga ato veprime, nga ajo orientim e të kthehemi në rrugën e fitores. Me fol për fitoren dhe për humbjen, të ndruar ka shumë muhabet, ka shumë diskutim. Mund t'i qasim nga këndë ndryshme, unë dua dhe do të përpiqem që ta maj diskusin e trajtimit të kësaj teme vetëm në raport me agjerimin. Agjerimi që ne synojmë dhe qysh ne mundësën agjerimi këtë fitore. Kur flasim për fitore në Ramazan, atëherë të ndruar duhet i kemi parasysh disa çështje më rëndësi. Çështja e parë është se gjykimi final për fitoren është në Hiret. Ky është gjykimi final. Tek në Hiret kemi marrë vesh a ke fitu, a s'ke fitu. Po në dunja ka tregues caktuar, janë dëshenja. Mirë po, verdiktin përfundimtar, gjykimin përfundimtar, kush ka fitu e kush ka humbë ka, Allahu në dorën e tij. Ai u andon robët ditën e gjykimit me drejtsinë e tij, me mirësinë e tij, me bujarinë e tij, u andon njerëzve këtë gjykim. Kush ka fitu edhe kush ka humbë. Andaj ne duhet të ndjekim hapa drejt fitores. Ne duhet të analizojmë shenjat apo tregojnë se po fitojmë apo jo. Ndërsa gjykimi final a fituam e presëm ditën e gjykimit. Çështja e tjetër që duhet pas parasysh të ndëruar kur flasim për fitoren është se fitoria është një anë e rëndësishme, por është një anë tjetër e rëndësishme. Humbja. Apo flasim për fitoren në Ramazan, apo pa mirë e humbja, a është opcioni i vetëm i agjeruesit fitoria? A është opcioni i vetëm në Ramazan fitoria? Apo ka opcione tjera, sikur se për shembull humbja? Të nderuar, duhet me kuptuar një rregull më rëndësi që dietarët e kanë përmendur, ajo është se vlera e kohës dhe vlera e vendit nuk i japin vlerë personit, por personi përfiton nga vlera e kohës dhe vendit. Për shembull, fakti që ti tash je në Ramazan, vetë ti u Ramazanin me vlerën e tij, nuk t'jap vlerë ty as mua. Por unë, ti, ajo, kena mundësi nga Ramazanin me përfitu nga vlerët e tij, pasin nga qatë që kemi. Për shkak se edhe Mekja është vend i shajt, po jo krejt ata që në Mekë shkojnë në xhenet. Madje ndoshta edhe jo krejt mund të konë po kushtimisht edhe besimtarë që duhet, çka s'ka mes e njerëzve. Në kohët pejgamberit alayhis salam Mekka ka qenë besimtar? Jo. Sikur të kishte me qenë vlera që transferohet, partët, ngjitet tek tjerë, kish me ngjit pejgamberin vlerën e tij, e Bulebit, axhës tij, e Butalibit, po s'ka mujt. E pa mundshëm është. Prandaj
Kur flasëm për fitoren, një flasëm për humbjen. Kur flasëm për humbjen, flasëm si opcion real në Ramazan. Dikush më thotë, po në Ramazan me njëri qësh hub, qësh devijan njëri në fakt pejgamberit asam, qësh devijan, e ka pa besyt vetë, devijan, familja ti, ka qenë, dhe bon, jo krejtë e orientuar për t'i besu pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj edhe, kur ka dalë Salman el-Farisiu nga Medine, shku me shpërnda fen, e i ka shkrujt shoku i ti, miku i ti Abu Darda radiallahu anhu, i ka shkrujt që e kelqu Medinen, e këtu e din qa Medinja, e ka këthi Salmanit që zakonisht që e ka kështu Abu Darda, i ka thonë, inel arda la tuqaddisu ahadan, toka nuk e shejtnon asken, njeri u fiton vlerë në bazë të punëve që i bën. Andaj fakti që e ke bërë Ramazanin, fakti që jenë Ramazan nuk t'jep vlerë të shtuar, por ti e fiton vlerën e shtuar me bazën e angazhimit tënd dhe preokupimit tënd raport me Ramazanin. Ai çështje është serioze. Mund të fitosh, por mund të humbësh shumë. E fituesit në Ramazan janë shkallë, edhe humbësit në Ramazan janë shkallë. Jo të gjithë fituesit njëjtën. Po fitoria është e mundshme në Ramazan, po jo të gjithë e fitoj njëjtë. Dikush ma nalt, dikush ma poshtë. Edhe humbja nuk është e njëjtë. Prandaj humbsi më i madh në Ramazan, po flas për më të madhin humbs. E pastaj mbi të janë tjerë. Humbsi më i madh në Ramazan është ai i cili në Ramazan i shtuan gjunahet. Në Ramazan i shtuan gjunahet. Ma shumë bën gjunahet në Ramazan se para Ramazanit. Që ky më humbs s'ka. Humbsi më madh është ky. I cili jo që nuk arrin me shtu sevapet, e mi fal gjunahet, nuk arrin këtë, por krahas asaj arrin me i shtu mëkatet, me shtu barën e mëkatimit në raport me Allahun xhallahu. Çka është humbsi më i madh? Në mesin e atyre që kanë mundësi me fitu nga Ramazani. Se ata që nuk janë në sufët Ramazanit, aty në duhet edhe një proces tjetër me konkuru për fitore, që është dhije tapton, do në çështja e besimit. Por me që ka një besim, dhe se ka shfrytzu këtë besim, është humbës. E këta humbës është janë lloj-lloj. Humbësi më i madh është njëri, Allah na rujt, në Ramazan me i acarua port me Allah në më tepër. Në Ramazan me qenë më i keq e më i pasjellshëm e më mëkatar se jashtë Ramazan. Kjo është ajo që realisht nuk mund të shpjegohet përveç se humbja e madhe. Kur jemi të fituara të ndruar, unë dua me i lexu disa ajete me një koment të shkurtër të ajeteve që ju direkt nga burimi, nga dora e parë, të dëgjoni nga Zoti juaj se çka Allahu thot për fitoren. Që në kuadër të ajeteve të kuptojmë cilën fitore e synojmë në Ramazan, po edhe në jetën tonë. Cila është ajo fitore që ne e synojmë? Në bazë të udhëzimit të Allahut azza wa jall, në bazë të fjalës të Allahut te bareke u teala. E pastaj edhe e rrugëllakojmë këtë çështje me disa udhëzime praktike si të fitojmë Ramazan. Si të fitojmë në Ramazan. Të nderuar, ka shumë ajete. Afërsisht dikun në 29-30 ajete përmendet fjala fitore në Kur'an. Nuk është pak. Në Kur'an një herë mu përmendet është kogja shumë. E lënë më mu përmendet 29 herë apo 30 herë. Në shumë sura përmendet. E përmendet shumë sura të mëdha, si kur sura Al-Baqara, Ali Imran e kështu me radhë. Allahu Jalla Jalaluhu përmend një ajet në surën Ali Imran, në ajetin 185, Allahu Jalla Wala çka thot? Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allahu thot, çdo shpirt ka me shiju vdekje. Shpërblimet të plota do t'i merrni ditën e gjykimit. Andaj Allahu thot, kushdo që shpëton nga zjarri i xhenemit dhe hyn në xhenet ka fitu. Ndërsa jeta e kësaj bote nuk është pas një mashtrim i shkurtër. A kuptoj fitoren? Shiko, Allahu po përmend të ndërrullazër
fitoren si akt final, edhe po e përfundon tretimin për fitoren përmes një sqarimi dhe kuptimi për rrugën që na zhvendos nga fitoria, e që është mashtrimi. Domthon treguesit se je të fitu është momentin kur arrin me shpëtu nga mashtrimet. Kur s'mashtrohesh. E në dunja ka shumë mashtrime. Të mashtrojnë epshet, të mashtrojnë joshjet, të mashtrojnë ofertat, të mashtrojnë mundësit e nëzituara e kështu me radhë. Ai që arrin me i shpëtu këti mashtrimi ka fitu. Për shkak se përfundimi është gjeneti Allahut azza. Ka shumë mashtrime në dunja të nës, ka shumë mashtrime. Mashtrime që, thash, materiale, psharake, mashtrime për mes fjalëve. Sa njerëz i kanë mashtru me fjalët e tyre? I kanë mashtru. Për shembull, ai që njerëzve u ka thënë se më rëndësi është zemra, pastaj mu falë ma gjuhë të çka është kjo punë, më rëndësi është zemra. Cila zemra se di për zemra, se zemra pa namaz nuk ka zemra e bardhë. Po megjithatë, kush i ka thonë se zemra mjafton. Cila zemër, mos më amenu dikujt të keqin, që kaq. Veç mos më amenu dikujt të keqin, hynë xhenet, mashtrim është. Kush që shtu jeton e kanë mashtruar. E sa fjalë tjera, sa kanë tu njerëz në sisteme, në përkatësi të caktuara dyshme, në fund e ka kuptuar që e kanë mashtruar, e kanë rrajt. I ka shkruar ta hoq. E Allahu po thot, ai që hyn xhenet ka shpëtuar. E kush ai? Ai që nuk mashtrohet. Ai që nuk mashtrohet. Madje nga format e mashtrimit të ndërruazër, që njeriu bjen në kurthën e këtij mashtrimi fatkeqësisht është edhe afatizimi. Allahu xhallahu ala, për shembull, për çdo mëkat që njëri e bën, a dënon më një herë? Për shembull, ai që zgjinon sot, për shembull me rast smundje lukth. S'ka mundsi më. Ai që nuk gjinon 2 ditë, jam shëra Allahu guaj. A ndodh kjo? Jo, s'ndodh kjo. Nuk gjinon edhe han si mas miri, si dhan kërkon, as guaj as mshirët. Apo që këtë trajtim që i alen Allahu njeriu në këtë dunjë si sprov, shtyrja e afatit të dënimit i ka mashtruar shumë njerëz. Që ky mashtrim ka më marrë qafë dhe gjykimet. Dhe Allahu xhallahu çka thot? Ja ejuhal insanu ma garrake bi rabbike al-karim. O ti njeri, çfarë të mashtroi ty në raport me Zotin tënd bujar? Domethënë, a bujaria e Allahut të mashtron? Ai po t'jap ti gjuna, thosh po shoj ka mirë. Po aska mashtrim o kjo. Kjo kurth. Mos mëna që nëse t'jap po don, mos mëna. Nga se fitoria nuk matet me dhënje, me pasuri, me pozitë, me shëndet. S'matet fitoria kështu. Fitoria matet me tjetër çka. Dhe Allahu po na thotë që ne duhet me kuptu ku është realiteti. Prandaj çka ndihet kjo magjëre? Ndihet për shkak se ti realisht momentin kur je agjerueshëm, ti i ke shpëtuar mashtrimet. Çet mashtrim? S'bën pa bukë. S'bën pa ujë. Atë ç'po bëj kë? A për shembull, të mashtron vetja jote kur për shembull krijon të tini mendim një përshtypje se nëse agjeron ki mu lodh shumë dhën kry çmush me punu, mashtrim o kë. Po se e provon, e kupton se ka qenë mashtrim. E shese, po punoj ka. Madje zhvillon betejë, pejgamberi sa në Ramazan e ka çtuar Mekën, projekt hatashëm i madh, i vështirë, sa dush. Mekë as ku në Ramazan. Edhe i mashtrim është me menu që nuk mundesh. Mashtrim është me menu se afatet që Allah po të shtyn janë në favorin tënd, mashtrim është. Ne shurim një fitore e cila na nxirr fillimin nga mashtrimi. Na kthen në realitet, na qel syt. Ti shohim çështje çështjan, ta shohim dunjon çfarë është. Realitetin e dunjos, veten tonë, ta kuptojmë rolin ton. Sa më tepër dalim nga mashtrimet, nga mjegullat, ne jemi më afër fitores. Sa më tepër përfshihemi nga mjegulla, nga paqartësia, nga mungesa e larpamësisë, nga mungesa e njohjes së vetvetes, nga mungesa e njohjes së natyrës së dunjos, ne jemi vazhdimisht duke u rrotulluar në vorbullën e mashtrimeve që në fund e kemi kuptuar se
gjithë shka po të ka qenë mashtrim. Gjithashtu të ndërun, Allahu Gjellera kur flet për fitoren, qka thot Allahu Azza, në gjani. Surën e Al-Maide 119. Allahu thot, Kale Allahu, hadha jaumun, yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu, dhalika al-fawz al-azim. Allahu thot, hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kjo është një ditë të gjykimit, që atyre që kanë qenë të vërtet e të sinqert, kam ju bo dobi, sinqerit dhe vërtetësia. U takon shpëllime gjennete, në të cilat rrjedhin lumejt. Allahu i kënaqet me ta, e ata të kënaqen me Allahun, që kjo është Allahu thot fawzul adhim. Që kjo është fitoria më e madhe. Çfarë kuptojnë nga këtë ndonjë? Njerëzit mendojnë që ato që e ka arrit me gënjeshtër, me syfatsi, me reklama, fitu. Pse në dunja jetë kështu? Sa njerë për shembull mund t'jenë ndryshe kur largohen për syve të njëve, ndryshe kur largohen fjalët e tyre nga veshët tanë, Allah në rujtë. Po në mashtrojnë me pamje, me fjalë laikatare, edhe fakti që erujnë pozitën, autoritetin, respektin, edhe pse po gënjen, menoj se ja dole, fitu. Allahu pat kanë me fitu ditë në gjykimit ata që kanë qenë të vërtet, kanë qenë sinqert. E pse në dunja ndoshta se kanë gëzuar respekt në merituar, ndoshta në dunja se kanë marrë vendin e merituar. Për shkak se sa të shpeshher me fol të vërtetën, nuk favorizohesh, apo nuk promovohesh, por kundazi mos e bllokosh, kufizosh. Do të qenë pjesë një skeme të hipokrizisë, apo ku ti mashtron dikon, ai të mashtron pak, ti gënjen pak, ai të gënjen pak, ti pak hipokrizia, ai pak kjo është mashtrim. E Allah, kjo në dunja të bën dobi në dunja kjo? Në dunja, bën dobi. Bën dobi në dunja, bën dobi. Bën dobi, po një tipizha që për bën dobi njerëzve. Po krymë punë, po ecin. Ama abot, atje ku ka mu shpall fitoria, a dit ki mu shpall vëmës. Që a dit, këtë mune me shpall fitus. A mune me shpall fitus, ke fitu, mune me shpall njerëz, me mashtrime, me gënjeshtra, me syfatsi, me reklam, me pompozitet. Po, mundin me të shpall njerëz fitus. Mirë, po atje ku ka mu shpall që thash verdikti përfundimtar i fiturës ditë gjykimit, Allah pat, hadha yawmu. Kjo është dita, yawmu sadiqina sidquhum. Sa të bën dobi veç, kush? Veç vërtetësia. Veç sinqeriteti. Me këtë Allah ka me koni kënaqur dhe u takon fitoria e madhe. Agjerimi çka ka të bëjë me këtë? Të ndërlozën, a ka ibadet që e kultivon dhe e manifeston ma shumë sinceritetin sa agjerimi? Nuk i mundësi me pas syfasin agjerim. Ma më nëjë në rrasë ekstreme, fështirë është. Për shkak se mundësia për me udok agjerushëm, edhe pse si agjerushëm është shumë e madhe. A ka mundësi? Hanë buk të shpia dhe vjetë, është sa iftari për në dysa, ka da dhe për shkej, ka vitë sa ka ngërbu. Ka këmerë është dikush, e din, e nuk e din. Namaz, për shambull, ka hapsir për syfatësima tepe, ka hapsir. Mirë po, në gjerim, problem është. Andaj të vërtetit agjerojnë, të sinqerit agjerojnë. Për këtë arsye e ka veqo Allah nga këtë vje për të kalon, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi është për mua, edhe namazi është për ta, edhe zakati është për Allahun, edhe haxhi për Allahun, këtë për Allahun. Mirë, por duke pas parasysh fuqinë e sinqeritetit që akumulohet në agjerim, ka thënë Allah është për mua agjerim. Një nga kuptimet që i ka ky hadith. Andaj agjerimi na ndihmon në çeltërsinë e sinqeritetit, e sinqeritetit dhe vërtetësia që nga rrugë drejt fiturës. Ai fitura që na shënon është fitura mbi syfatsin, mbi reklamën, mbi popozitetin. Të fitojmë
me sinqeritet, me vërtetësi. Fitore është me dhunu njëri edhe mos me gënji. Fitore është Allah. Sot njerëz gënjin edhe pse e normalizojnë gënjesën. Po sa diçka e madhe, u dërsh më thon diçka. Pse po gënjen Allah? Po normal. Gënjen e qishet, gënjen e qiblen. Apo gënjen i madhe, gënjen i vogël. Gënjen në shkollë, gënjen e fatkeqësisht. Ka të cilësh na kanë kaplu gënjesat. Apo. Prandaj të ndrum agjerimi na mundson me fitu, me triumfu mbi këtë problem shoqëror, mbi këtë krizë. Shikoni për shembull të ndruar sot a ka mbet diçka pa u fotografu? A ka mbet diçka pa dalë në Facebook? Para mendoni edhe çastet më intime që i ka robi një vet me Zotin vet, edhe çfarë fotografohet? Çka ka mbet pa u fotografu? Nga çastet më intime është duaja, i padeti. Ai e shur emnin atje në qabë, edhe emnin në mbi emnin, apo? Sa të jam të bëu dua për ty. Kujt pi kallzon Facebook-ut. E mirë, çka më intereson mua që ti po bën dua për to? Unë çka kam bërë me këtë? Po du më kallzoj dhe juve që në qabë jam të bëu dua më. Mirë, më thash, e për Allah çka më për Allah më? E çka më për Zotin xhelal xhelalu? Nëse tallafin e kanë në surat, edhe sa në surat. Këtë keni me pa në sheval që ashti, që shevalin hamdla të agjeru të bëj iftar. Na filin. E ato ki qesën shevalin të agjeru. E qka me të për Allahun të bërë këtale? E po të fitosh mbi këtë kulturë fatkeqësisht të shëmtuar, të pompozitetit, të reklamave, të mashtrimeve, të gënjesës, fitore është. Ti me kulli veçan, ti zbën kësi punë, fitore është. E ndërëvëzër, njëri ka erë për shembull e bën një publikim inkurajus, vetëdijsus, rregull, po çështjet private tua, çështjet intime, familjare, në raport me Zotin të bërta me antarët e familjes i publikan. Çfarë kuptimi ka për shembull një burr me qitë në Facebook, ku i ka me kushti sa aty që ndjekin, po pse ndjekin i del aty të kujt i del? E dini këtë algoritmë që është në viz Facebook apo? Që bashkërët e ime e dashur këtë parfum ma ka blesët. Bashkërët e ime e dashur sot ma bleu një unaz, më gëzoj shumë. I ka hupë kuptimi gjithë shkatën, vallahet. Ka bashkërët e ime bleu, ja bleu kë është në time private, kë është në dashnin personale. Ma më reklamu, qëka ka reklam të? A da i të ndërun, me ngadhny, me fitu, mbi qitë mentalitet është fitore. Me fitu mi qëta. Do me rujt për Allah në diqka, për ahiret diqka me rujt. Dhe smet sen smet. Sufjan e Thauri rahimahullah. Ta kanë qenë zëtni o nëznik, ta kanë qenë shumë në snaf në kënë këtap. E në kënë shumë në në kënë këtap. Dëgjën e elegancën e veprës të Sufjan e Thauri rahimahullah. Sufjan e Thauri rahimahullah, me një rast, mësim i dhe njerëzit. Pa i në detaje, veç mësim, qëka ka thonë? Ka thonë Sufjan e Thauri rahimahullah, veprat që i shihni të unë që i baj, nuk i llogaris si punë të mirat dhe gjykimit. Nëse i pranon Allahu, elhamdulillah, si pranon, unë i kam do rëzirë të mija që si shihni jo të. Unë me tu të Allah u shkajt, unë të Allah u njësë me të msheftat, ti me të haptat. Se këtu si djetë, e ka prek në i helmi synit e i sifacis, ato s'baj e sapë tu. Mi pranoft Allahu, elhamdulillah, veç të se apo. Ama unë e së logarisë do. Jo. I kam të mshefta me që ato të Allah u njësët. E na qëka na me të msheft? Nëse publikujmë edhe doan edhe hedijen edhe shevalin e, qëka me të msheft ma? Nësa, vetë sa konë hojgjasa, muzikë ku minë atë telefon me nëzirë në që e namaznat e ena, që e na telefon e i në gjemi, që atë minë telefonin mu, leti qka për Allah, mërë Allah, për Zotin Gjellë Gjellalu, o le kokën për dhikër, le telefonin Allah, le reklamën, e po të nga dhënjë të fitosh në biqët mentalitet, është fitore madhë Ramazan, e alirimi ta mundëson këtë, ne këtë e kërkujmë. Se Allah që avot, hadha jaumu, sad, jaumu, sad e kini sitkum,
Sa të krymë punë, veç kush ka fol drejt, veç qaj, kush punë i vërtetë se qërë, sa të krymë punë, tjetë s'krymë punë. Allaj, e ka përmbyll këtë me ajeti që Allah tha, kjo është fitore e madhe. Kjo është fitore e madhe. Dhalik el-fawzul adhim. Dhe të ndrymë dhe Allahu Gjellua që ka thëta? Në surën Tauba. Allahu Gjellua thëtë. Wal mu'minuna, wal mu'minatu, ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تو الله thot këtë që e përmana. Pastaj Allah thot në Tauba, kjo është 71, 72. Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Besimtarët dhe besimtarët, besimtarët dhe besimtarët janë miq për njëri tjetrin, nuk kanë hasmëri, nuk kanë ata armiq, mund të kenë mospajtime, mund të kenë dallime, por i menaxhojnë me mirëkuptim, por i menaxhojnë me pajtim, por i menaxhojnë me tendencë vazhdueshme për parafrim. Apo ndëgjoni çfarë po flet Zoti xhallahu. Që janë muslimanë, jo ata që doin me hongër këtu njëri tjetrit. Jo ata që për një sjellje, për një fjalë gjunë të hedh, jo këta. Jo. Ba'dum awliya u ba'd. Janë miq të afërt njëri me tjetrin. Çka mirë mban këtë miqësi tyne? Çka mirë mban këtë raport të tyne? Çka është ajo që ju jep forcë me të kalu dallimet, mos pajtimet? Përkundër problemeve, i të kalon gjitha që duhet. Çka ju jep forcë? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Urnojnë për të mirë e ndërnin nga keqja. Do na bën bashk sa punë kena bashkë me i bo. Nëse na me zvetja carohëm të vëzër, e kush këmi përmirësuat atjerë, e kush këmi urnu për të mirë, e kush këmi ndërnin nga keqja, e na në zonë me njëri tjetër, kush këmi bo këtë punë? E falën namazin, e japin zekatën, i bindin Allah dhe pejgamberit, këta Allah ka me i mëshiru. Pastaj Allah tha, wa'ada Allah, që tënve, që ndëgjut për ta, që tëne muslimane, besimtarve dhe besimtareve, Allah ju ka premtu gjennete. Kur jedhin një mejt, përjetësisht aty ka me met. Dhe vendbanimet këndshme në gjennetit e adnit, ndërsa kënasia Allah është me madhe se kejtë. Me qenë Allah i kënash me ty është me madhe se gjennetit, se gjithë shka. Kënasia Allah është me madhe. Ta arish këtë kënasit Allah të azogjen, Allah o thot, dhalike huwa al-fawzul adhim. Çka është fitore më e madhe? Prandaj çka kuptojmë nga kjo me Ramazan të ndërmozëm? Shiko Ramazani të ndërmozëm sa është ibadet unifikues. Apo bashkë agjerojmë, bashkë koha shifirit, bashkë koha iftarit. Bashkë është bajrami. Që shka thonë pejgamberi, agjeroni shumë kur ta shihni edhe bëni barem kur ta shihni bashkë për hanën. Ama bashkë me kone me kon vendim unifikues. Agjërimi unifikan. Agjërimi të ndërmozër, çka thot pejgamberi? Nëse dikush e provokon besimtarin, nëse dikush e ngacmon, çka thot? Inni mru'un saim, unë jam agjerush, mos ta kthej. Domethënë, unë e mirëmbaj raportin përkundër përpjekjes së dhe me e prish me mu. E po qëta Allah po? Këta që e mirëmbaj raportin. E çka na ndihmon me mirëmbaj raportin më mirë se agjerimi? Për të agjerim duhet nuk më të qetë, me qenë më të përmbajtur, më dashur me njërin tjetrin, më afër me njërin tjetrin. Shikoni për shembull, çfarë dobish ka pranuar pejgamberi sa në çdo përpjekje për unifikim, veçanë në Ramazan. Mi dhon agjerim, mi dhon buk një agjeruesi e merr sevapin. Pse? Bashk namazi i natës gjithmonë është më mirë më fal vet. Gjithë. Për vetë në Ramazan të në fal bashk taravit. A s'është kjo shaj unifikimi ta? E po, të ngadhnjejmë mbi dallime, të fitojmë mbi natët,
të ngadhnim mbi teket personale, që t'i japim hapësirë më tepër fesë Allahut, devotshmërisë, besimit në Allahun te barek ve teala, mundësisë që të përhapet namazi, mundësisë që të përhapet zakati. Që kjo është fytyra që synojmë. E kush këtë e bën Allah, po e që kjo e ka fiturën e madhe. Që kjo ka fituar shumë. Të ngadhin parimet, namazet të ngadhin, zekati, ai na bash namaz. Andaj duhet namazi që na bashkon të jetë shumë më i fuqishëm se çka do të qenë nga ajo dunja që na dallon. Nëse kuptojmë mirë ç'është duhet namazin edhe rolet e jetën tonë. E kush e dominon namazin si ibadet, zakatin, uljen për të mirë, bashkëpunimin punëtarit, largimin nga e keqja, këtë e dominon mbi vetveten, mbi teket, mbi natët, ka fituar. Çit fituar na synojmë. Fituar mbi epshet, mbi teket tona, mbi natët tona. Hajde të pajtohemi më shumë Ramazan. Hajde të lidhemi më shumë Ramazan. Hajde të mbledhim forcën timi bëma halal. Mbledhim forcë. Ama jo me ato kalkulimet në psharake, tani thojnë, tani ai thot, tani ai mënon, le çka mënon, çka thot. Një pyetje bëna veti, çka Allahu thot? Çka Allahu thot? Ai të ndërruzën, vallahi shpesh herë. Mi apo vetës këtë pyetje, shumë konflikte bina. Shumë konflikte bina. Nga ne për shembull ti mund në jetën tënde të përditshme, që kanë problem dy bashkë në zvetat. Kanë problem në familja. Një pyetje me po. Me qit qasje, me qit sjellje. A kënaqet Allahu, a shejtani kush? E mësën vetë tash është. Po do të më vet. Kujt pja bën argatin? Jo, Allahu s'knaqet. Qysh Allahu kënaqet çështë? Apo ne çështë pra? Po shpesh ne nuk kënaqemi që kënaqet Allahu. Çto e kena problemin na? Na edhe s'kemi arrit me përshtat kënaqësinë tonë me kënaqësinë Allahut azza xal. Shpesh e kënaqemi me që Allahu nuk kënaqet. E kjo është telashe. E na duhet me ngadhim mbi këtë që kënaqësia Allahut me dominu për me fitu. Momenti kur na arrim që kënaqësia Allahut me dominu në gjithçka, në çdo veprim, ne kemi fituar. Kësaj Allahu po fituar. Pra ne me agjërim synojmë të dominon kënaqësia Allahut në çdo vendim dhe në çdo veprim në jetën time. Kjo është punë, kjo nuk ka kollajat. Sufjani Thauri prapa e përmendin në bashkullin e Allahut në xhenet. Ka thonë, ka fol për transmetues hadithej, kon nga dietorët e hadithit ka qenë. Është dash me fol për disa transmetues, është dash për me mbrojt hadithin. Filoni i besueshëm, filoni valla sot i besueshëm, ai s'ka fol keq për ta. Ai ka cilësu kush janë për me ditë a bën më amor hadith në zban, për me mbrojt hadithin kanë fol ata, për fe kanë fol. Çka thot Sufjan Thauri më ndajën të rrozë. Kur dominon kënaqësia e Allahut dhe përgjegjësia për Allahut. Thot, kur një tem për asnjë njeri s'kun fol kur pa e vendos veten për Allahut. Që ato fjalë që po i them për të ndonjë, ajo më i gatshëm i thon ditë gjykimit për Allahut pa ta. Nëse kjo bëhet standard shumë fjalë të gjava la. Ja, që to sehën. Ja. A ka thonë çto fjalë dikujt apo? Që ato fjalë, a mund me Allahut po ja rap, që ky njeri çështot ç'është meriton, se çka po. A mund? Ja, te gjykimi sunet apo pse bëu në dunjë? Pse bëu në dunjë? Që ato dunjos kanë bëjt në ahiret. Ahmed ibn Kais ka qenë nga njerëz të mëdhenj. E ka unë në njëri, që mos u kap me mu. S'ka pas po me to, po njerëz që e provokojnë thonë, mos u kap me mu, kanë se vallahi, ti them do fjalë në varr me to kimë hi ato. Që çash ka me të lëndu fort, ti në varr serën. Do të vallahi ti me to kimë në varr jona ato. Me fjalë dy hin ti në varr jona. Unë me fjalë të mia në varr tamë. Kur kursin me fjalë të kërkuan në varr. Andaj dominoj kënaqësinë Allahu të zgjat dash me konfitues. Ne e synojmë fitoren e cila na shpije në nivele që kënaqësia Allahu dominon. Përgjegjësia për Allah dominon, gatishmëria për dhën llogari dominon, e çfarë të fituam. Çdo çast e është humbje. Është humbje dhe dështim. Tash me ajetin që si kanë thënë surën Tobe 77. Dhe ajetin e fundit që përmend, edhe me përmjet pikat e tjera të ndërmosur është Allahu xhallahu ala në surën Ghafir thotë. Po e lidhi bashkë surën Ghafir e surën Saf, dy ajete. Allahu flet surën Ghafir për kujdesit e melajkëve për besimtarët tokë.
i ruajnë, i mbrojnë me letat dhe bujnë dua për ta. Për me lajkit bujnë dua për ty. Bujnë dua. Kur ti bën dua për vllahun ton, a është një melek që thot, edhe ty ta dash zotë që shpërdor për vllahun ton. A është kështu? Që ti fiton gjithmonë Allah, sa herë dani vllahun ton, fiton të gjithë ato. Se ti bën dua për vllahun ton me gjunat e tua, me lëshimet e tua. Ty Allah tash një melek pa gjunahe, i bëhet çit sa dush, bën dua për ty. Që si tregtia, hub mirë min tak. E këta me lajken, kuadrat e lutëve që ka thënë, waqihimus sayyi'at. O Zot, ruaj këta besimtar nga çdo e keqe. Wa man taqi as-sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta. Konerun ty Allah për këqijave e kem shëruar. Çaj ka fituar këtë? Wa dhalika huwa al-fawz al-azim. Këtë këqijat në gjunat tona, çimet tona. Prandaj fitoria nën kupton të vendosësh mes teje dhe mëkateve një kanal të thellë që vështirë kalohet. Rrugën mes teje dhe mes gjunat ti fshish gjurmët që dhe me dash më kthy s'den më kthy mo, se e ke udhën atë. Qëta shvitan atë. Dikush pendohet, ama rrugën e gjunat e lën qertët, si ti jetë soj puna atë. Apo, fshi gjurmë, s'u vyn kur ai rrugë, hetë s'u vyn. E ke pa kur me dikon farë të ke punë kja qka bët? Ja fshim numën dhe. S'u vyn ke më koqë. Po lese gjirit, s'po vyn telefonit tina. Apo, qaq i dhënosh me do që ja fshin e telefonin. S'den asë një gjurë me metë e tina. Nga bëmë o kja. Po tham kushtimisht, e bën njërë. Mirë, e ke fshin numën e telefonit gjunahot, kur ty ke që e thërshë gjunahot, edhe se po vyn e gjunah me bo. A ke fshin numërin? Kër e pëndu. Dhe njerëz i ka numët gaqë, mbele i ka në favorit. Apo, s'dyn as me lip të aty, e që e ka të përmëna i fletorja e numrave. Si duhe. I gaqë, me din udhën shumë ka laj gjuna me mua të. E po kjo gabim është, kjo humbi është. Fitore është ti me humbë gjurëm të gjunajt. Me fshia, që kjo është? O me në tërki se jeti. Ti o Allah, kanë erunë. Qështë erunë Allah për gjunajt? I bën barjera, i bën pengesa. Ja u udhën. So dikush, a ka mundësi dikush mos me dit udhën dhe të gjunahua? Po, ka mundësi. Kër i ka përshua Allah gradë besimtare, që ju ka thonë? Nga përshimi që ka bë Allah besimtareve. Gafilat, ka thonë. Gafilat. Gafil, qëka është gafil? I donë, gafil është njeri ku, për shambull, s'merë vesh apo vahjem. I pa, do njerës, aj nuk të një, Allah. E marim për hajgarë. Se si kuptën jetë, tyrës, e qenë të thonë, e s'po marrë që po thonë jetë. Apo, ata lujnë, bujnë, të li farë, flasën, a i thotë, jo, Allah, s'po marrë vesh. Fani me pak ma drejt, është di me rotë lapën. E qështën gradë besimtarët. Ata nuk e din udhën për te keqe. Qështë i bjerë përshamë me pas, ma dhënë jashtë ma të sojnë. Jashtë di, Allah, qështë i bjerë, kjo udhë billah. Qështë me pas përshambull, me pas burë të huj, me pas gru të huj, qështë i bjerë, kësë dinë e në Allah. Nuk e di këtë punë ato. Nuk e di me këtë sen. Qa që është i shkot për gjinatën? Qa që është shkot për gjinatën? Ama kur mirë në bazë ditore nga në shes, po më që shkana pa, ama udhën e mësa. Udhën. Dikush nuk bën gjuna, ama udhën e ditë. Pse? E kam mësua. Edhe udhën heqe. Edhe udhën heqe. Nëse, qësh ka thonë, për imamën e Uzajra, ka thonë, aq ka qenë i sinqert në fjallë, i vërtet, ka thonë, këti një më thonë, hajtë një herë rajtët zdia. Duhet më mënu qësh me rajtë. Atë duhet më mënu ka dalë, qa me thonë dhe qka që i përshamë sa që është. Qa që është i rrethum nga e vërteta, që duhet ka që të barjera me i thysh martit kë njështa, para mënata. Dhe që kjo është fitore? Që kjo është që të bësh barjera, që dirë së shkështë e keqja, do në punë, do në ka gjallodhje. E për para ka qenë me efti më rëndë keqen, apo, se o do është punë, ka gjallë. Ta shë, ta shë nësumë vetë mundën me një të keqen, që aty të tunet me të të rëkan një të keqen. Janë lërgu barjerat, e rikthimi i barjerave dhe vështërsimi i mëkatimit është fitore Allah po thonë. Është fitore. Prandaj bën agjërimin që e vështirëson mëkatimin. Edhe gjatë agjërimit, edhe pas agjërimit. Që kjo fitore. Nëse agjërimin na e vështirëson agjërimin, ne kena fituar. Ne kena fituar. Prandaj kjo është një, po them disa ajete
që flasin për fitoren, edhe që na kallëzojnë cilën fitore do të besinuna. Edhe në agjerim, po edhe jashtë agjerimi. Gjithmonë me di. Qysh me arrujt vetën, qysh me e brojt vetin. Rruga deri te fitoria të ndërozër, i përmeni veç shkurtimin e sopikat. Qëto që i përmena, llojet e fitores që i përmena, në Ramazan arrijen nëse ti e madhnon dhe e vlerëson Ramazanin. Kjo është mu i madh, mu i mundësi të mëdha, andaj nëse që tash humbi, kur ka me fitu? Kur ka me fitu? Të ndërëzër, paramenoj për shumë njërin të të rafatit. Një hramë, i lodhën, i raskapitën, ka pagu për haqën. Edhe këtë njësë bujnë do, po këtë njësë bujnë do, a i me njënë në bëndë të lafë, të përgoju dikën të bu gipet ka, të lafë në bëndë të lafë. Edhe të shamërë, qa e thush i njërë mëllë? Në rafat, që Allahu Gjellewali thët me lojkeve, jeni dëshmitar se që ta që në qëtu jo kun falë, a i thët jo jam u jo, se unë sëmi këtu i tëmë. E pa humbi me madhe që ta shpëllë. Vlerësoj e mundësin, madhroj e mundësin, shvizoj e mundësin, me linë Allah së fitanë. E dyta të ndërgozërve. Du të me kuptu shëtëseka. Pitura vjen fund, hala ose në krygarën, nësë ladë, andaj vazhdimësia garanton fitoren. Vazhdimësia garanton fitoren. Sikur sa i sahabiju cili ka marrë pjesë në atë betejën e njohur diku në Afrikë për ka shku sahabët, edhe kur ka godit shtiza i ka dalë në gjafu, edhe ka marrë dhe ka liftyren me dëshminë e tij për Allahut, për sakrificën e rrugës të Allahut, e ka thonë fustu wa rabbil Kaaba. Fitova pasha Allahun që thashtë. Se shkletësh, kjo funi, tash është po fitova. Para kësaj, s'ka. E kur dilsh nga dunia me la ilaha illa Muhammed Rasulullah, thuj, fustu wa rabbil Kaaba, fitova. Të smetohet që në momentin kur ka qenë duke vdekë Imam Ahmedi rahimullah, i ka shejtani në formë caktuar. E i ka thonë, o Ahmet, mike pidure vallaj, pështove, ka një edhe pak, edhe do frimë më kamet, si dijet atë, edhe pak, dhe deri frimë të fundit, deri frimë, kur mos e sigura, kur mos e, tash, ja, nuk ka në islam pensionera, nuk ka punu për islam, apo, u falë, tash, e lanë më dojnë penzi, veteran, në s'kena veterana, në s'kena veterana, në kena aktivist i vazhdushëm terin të fond, terin tek, si kurse ka qenë Imam Ahmed rahimullah me laps e fletore, e ka në teri kur, po nga mazdije, kështu po ka në teri në varë. Në varë i lo, te vorë i lo, ato lapsit edhe i në varë. Qështë atë? Ibn Bariku ka smut të dek, ka arë njën me vizitu, e ka thonë i hadith, në ngushtim, ka në qysh ke shkja hadith, e ka nëzirë fletore në nërë, kështat e ka shumë hadithit. Ka një imam, më zbaj varë, ti din me mirë hadith, ka në vëjtë një nuk di, që kjo hadith bëtë se me, Allah më falat. Deri në fund, a do me fitu, deri në fund, i palat shumë. A më nëse lodhemi, e kena, kur komponone, vjen një konjë, a ne pëse s'po punon tash pra, e pëse tash e dalë në penzi. Në kuptim të ibadetit, të adhurimit, se penzioni i punës është nërmane, po vlasë të aktivitetit, të angazhim me bo mirë, pëse tash po bon mirë. Dhe s'ka kurim konune, dush me konë ti në fund. Gjithashtu të ndërvazër, aja që ndihman është në kafitorë është frika nga humbja. Frika nga humbja që në kafitorja. Veç me paramenu, që ka botë është që u dhe billah. Së ne paramenaj me up. Së ne paramenaj me up. Se a zdinë që ka i bjen me up. Shkëm i bjen me up. Dhimbë madhe, mundimi madhe, Allah në rrët gjëhenimit. E hidnimit Allah të atë gjë. A din që ka i bjen me up Allah në gjërë leuare. Që ka i fitua. Dhe veç me paramenaj që ka i hu. Ato është, së banë, nuk banë. Të ndërëzën, kjo është nga e që në animon me këtu Ramazan është le të mbetet prioritet Ramazan. Zhvillime që më duhet në përbot, po e shoh që kanë zhvendos vëmbeni shumë agjeruzvat. E pse këta Iran këtina? Ka këtu diqka? Në ato, lejmër këto punë, Allah. Lej këto punë. A këna më ndrejqë me në të diqka?
Po që e more vesh që për bëvakia? Ama sa kësisht e ke marrë vesh, ta marrë edhe, e qatani, që ki me botani? Që po vi për të kalzojnë ty, na e kena vu veç për të kalzojnë kërkula. Ti që bën me këtë punë tani? Kur gjëq? Qka të krynë punë me marrë vesh, kush qka bone, pse e bone, qka të krynë punë me këto? Merë me Ramazan e Allah, merë me namaznate, mos u shvendos. Ja, sa mirë kjo është të rezu Koran, po tash, s'po kom që pa ishu lamet, se me vishë, qa ki me kjurë Allah? Qa kuptën të që bëvakia Allah? Gjitha e ku ka 2 sat, 3 sat, debat. Kur? Në kuën më të vlefshme, në teravi, namaznate. Ajë të këshyrë debate, të këshyrë ku Irane, qka Irane. Ti nëse je interesu me bëhajt, që po do? Qështu mund me kontribu? Qështu? Ama jo ti faz pasiv të këshyrë që bëvakia dhe kërgjeshje. Qka tani? Mos u shvendos nga Ramazani. Mos u shvendos nga gjenda Ramazanit, prioritet e Ramazanit, qka do që të duhet? Prioritet e kena me fitu kënaqësinë e Allahut të zërë. Tani këshyrë që përbohet. Andaj që su fitan, kur mbetet Ramazanit prioritet e kur u shvendosës. Dhe gjërë të ndërmë, në fund, lutu për fitore. Ato me fitu, lutu. Me të 17 në Ramazan është, qëfar ditja? Bedri, lufta me madhe që ka ndodhë. Fitoria me madhe një shtam është fitoria në Bedr. Mas Bedrit, kretë fitorit pastaj kanë qenë të kurzuara me Bedr. Që atje ka njështë fitoria madhe, në Bedr, që ata quhet cila beteja e madhe e Bedrit. Nuk quhet beteja e madhe e Uhudit, s'ka Uhudit, beteja e Uhudit është. Apso ku shumë e rrezikshme, me vështirë se e Bedrit, ama Bedri ka qenë vendimtare. Po shumë arsye, i ka shërimet e veta. Mi po, qëka ka më pejgamberi në Bedr? Qëka ka në Bedr? Ka dojë me mbrit drejtën e vetë, hakun e vetë? Ama doa ka bëshë. Thotë Abu Bekri, qënë të duhet lartë, e i bënd të gjybe. E unë ja vesha gjybe. A i qënë të duhet lartë, i bënd të gjybe. E thënë të Allahume in tuhlik hadli e sabe, flen tu e bede fil ardë. O zëtë nëse që ta farrohen, kush të bëni badet në tukë ti mua? Kush ka me të bëj badet? Kush të rëmenë më nëse që ta fritën sëtë? E bënd të dua, thotë Abu Bekri, wa kani unaji rabbe, e lustë Allahun, shumë, dhe se tash, ja Rasul Allah, ka me të zbatu Allah premtimin, hiq më s'ki gale, të ka premtu që ka me të nivu, ka me të zbatu premtimin, qa atën ke dua? Pa në Abu Bekri ka unë, ja Rasul Allah, po kush ka me kështën për premtim të Allahut? Pejgamberi Abu Bekri. Ma qa që ka dhim, në doa që ka unë, ja Rasul Allah, inna Allah mund gjizun leke wa'de, ka me të zbatu Allah premtimin, më s'ki gale, e doa të vazhdushme. Për Bedr, për premtim të Allahut azza wa jall. 5.000 me lajke. Apo, Gjibrili ka zbit në Bedr, Allah zdi. Gjibrili ka zbit në Bedr. E tjerë me lajke të mdhaj. Prapë gjithë kjo dua. E na që zdim kush vjena, kush na përkra. E na që në budona. Qysh të lutësh për fitore. Qysh të lutësh. Andaj, me një vend musliman njëre, a i vend të një ka marrë pjesë në kampionat kontinental, në kontinentit, së më rësit cilë kontinental. Edhe ka rritë që i vend të një në finale, me marrë vend në parë në kontinent. Së ku një Evropës, së me ku një Evropës, hajtë të petë bosh i parë në Evropë, një falvane atë që, kryesurja, sa duat, ja, o Allah, në moj ekipin tonë. Një djetarë pa që pa tonë, te kështë lutë Allahun për gjennet, ju kështë unë gjennet që shtu të më dohë. Për ekip të futbolet të më. Që shtu lutët për gjennet, Allah, ka lutën më da për dërpun që, thush, më lutë për gjennet. Imamën e Uzejr, rahimullahu, ku të falë natën e ka kajtë shumë. Në shumë vetaj, që ata ka kajtë vetë kërën kajtë. Të kajtë, u shku në vetë e ka një të kajtë. E ka kajtë qërë ka bu poshtë. E s'ka ditë, e rata s'ka ditë, pëse po kanë, qa ka kënjira, që po kanë o birë jem, qëre kam, o birë jem, me s'li ki një problem me dika, me të pa që ata që shpo kanë të halin me herët. Ka qështër me kajtë, s'ka kush që s'ta falë.
Nëse nona e Uzajt ka bu përshtypje se insani ta falë me të pa të kajt, e Allahu qështë ta falë, e Allahu qështë një manë, lute, niftarë ma Allah, ndihmona me fitu Ramazan. Fitimtari Arab, ju humbës, edhe dalim nga agjërimi fitimtar, po edhe nga dunja fitimtar. E që ky fitan, që ta fitojnë, që lutën sinqerisht, me përzrim, me latë, me përkushtim, o Allah një ma, nëse Allah ti sëm një man, unë e humbi, nëse ti sëm falë, unë e humbi, lute, fuqia doa s'ka me përsaktu edhe nesër fitoren të ka Allah të barë këta. Allah në bo fitimtar. Allah në mëse me fitore që Allah është i knaqër, në dunja në ahiret. Në rujtë Allah nga humbje, nga dërshtimet, e në veçanisht nga ato të ahiretit. Allah është përbleft e këtë dëgjim, e këtë respekt, e këtë mundësi, Allahu ja shënroft në forcë drejt fitores edhe shpëlimit edhe faljes. Allah është përbleft, Zotë ju ndëroft, në kaq për do fund. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira.